So. Ata fillojmë tash? Po, ata fillojmë tash. Patjetër. Se drejtojmë këtë podcast, Zoj, mami, Falbona, Lisha, si thua ma mirë? Tështi, unë e kuptoj shumë mirë që ti i ba më i gjatë son, e kena marrë vesh atë punë, por prapë s'ke qa banë. Ka zarë rëdhiku, mama jote jam prapë si prapë. Bravo. Zoja mami. Okej, perfect. Okej. Në këtë intervist kam mendu me shku në 2 drejtime. Një drejtim politik, një drejtim personale. Si ke qef me shku para? Në len politike në herë, po filloj me herën personale se ma thjesht. Okej, shumë mirë. Fillojmë me politike, pra. Se e tha ma mirë. Qa ma ke fute kështu në politikë, s'kam kuptu në Amerikë tanë këta vite, tash këthesh 20 vit, më fut politikë prap në Shqipni. Qa gjëtë? Të shtim në një farë hallit e kena se gjithmonë familje jonë ka kena një fjesin politika, din? Në fakt, unë asherë s'kam dash më marrë me politikë, ti edhin shumë mirë që s'jam marrë asherë. Po kur kam marrë në Shkodër, unë kam pas qef me kena pjesë e shoqënisë civile, sepse kam menu që aty Shqipnia postkomuniste ka nevojë shumë për shoqëninë civile. Edhe këtu kam njohur njerëz shumë të mirë e çdo gjë, por e kam pa edhe organizata që doshin me ba gjanë e duhun, si naturalistat, etj, por gjithmonë kishim shumë vështirësina për me ba gjanë e duhun. Dhe më thanë, zinxhiri u kpute gjithmonë para se sa me shku aty ku dote. Po. Edhe atëherën, pse jonë? Atëherën thash, e kuptova që njerëzit duhet me marrë vendime edhe kur janë të vështira. No, tanë këta gjana, do më thanë, e kuptaj shumë mirë, edhe i flasëm ne për çdo ditë në për shtëpi, tash tanë këta vite. Ne për disa gjana nuk bim dakord. Po, shumë gjana nuk bim dakord. Po, e gjana normale. Tash, në për këta biseda që kena ba ne në shtëpi, kur ke pas të mendimin që ke dash mu këthy? A ka kënë gjithmonë, a ka kënë këta kote fundit, kur e ke vendos me ba këtë vendim? Tërse në Shkodrën e kam pas gjithmonë numër 1. Vëdin, pika jame e dopë. Bile më duket se dhe juve dhe shtiva kam një të fijat. Normal, e di, pak si shumë, por... Pak si shumë. Por me kalimin e viteve, masin e ju kishim marrë shkollën, edhe më thanë kishim marrë shkollën, fillut me shku në punë e çdo gjë. E unë edhe babi thame po marrim një pushim. Po. Edhe ku ma mirë se sa në Shkodër. Kështu që normal. këto jena. Për një kohë gjatë të shti këto. Jo shumë ka fillu muhabeti, por tash si duket, jeni të ndajt pak si gjatë. Edhe mund a kënë mend të shti me ndajt gjithë jetën, a den me kënë pak këto, pak në mrikësi, e me ndajnë, dhe me thënë, vazhdimin e jetës tane me kënë mrenda në Shqipni. Unë më e mendë herën kur kena kënë me gjyshin, që pa të ardhë në një disa muj, edhe e pyet që njerëzit, mendar, ardhë bona më ndajt është i përgjithmonë, kështu që unë nuk isha ardhë dhe i thosha, bush, por nuk kam ardhë përgjithmonë, kam ardhë veç për një muj. Pa më lenë mërë bap të thëmë si mas shefit. E kështu që si duket ma në fund e kam marrë atë vendim. Du më ndaj këtë testi për një kohë gjatë, edhe jo vini na shifni këto. Ma mirë, keni një arsye ma tepër. Që i kam mundësinat që mundën e marrë dhe me ndajt pak edhin, se tash si duket njëri të ndajt edhe një është si duket. Por duket e kam fillu pak mrapsht edhe si kena kap të man fillimin e historisë, edhe ju në fakt keni ik prej Shqipnijet 90. So, në thuj pak si ka ken fillimi e ikjes e herë prej Shqipnis, edhe ka ken një Shqipni shumë nërë që shofim sa të ne. Vërtet. Edhe si keni një, edhe si ka ken historia aty. E është një histori që më thanë drejten kohën që kena ikë, unë mendja e me ka bloku, kështu që nuk e majnë mend shumë mirë, po e di që ka ken me 7 mars 1961. 1991, më thanë ka ken 30 vjetori babës tanë. Edhe ne kena ikë për një jetë ma të mirë, Gerti. Sepse ne ishim të fejum, gati me formu familje, asë një loj vendit ku më ndaj, asë s'kishim të ardhur në ekonomike të mjaftushëm, pavarësisht se na ishim
sportista, me vllaznin, edhe të mirë njohun, edhe me shkolla, me gjitha, nuk ishte mjaftueshëm. Po. Atëherë kena shku në Itali për një 4 vjet. Dhe për aty atëherën kena hek shumë keq në fakt. Fillimet kanë qenë shumë vështira. Më thonë, imagjina tash ti që ke qenë volejbolist në USC, edhe me shku më najna me punu tu lallash si ka punu baba jat, ose me shku me punu në faktori se kam punuan. Ata e kena shmang të... Mbahet qefi, shqyqër. Kena shmang. Faktën brezi tjetër s'ka nevoj me... Edhe, këta gjona janë mirë, din se a mirë mi kuptu, edhe... Por jena fut pak serios, të ashtë këthejem pak prej fëminis teme, edhe si e shefti vedin si prind? A je ma moderna? A je ma konservatore? Oke, unë po flasë për kohën kur kena kënë në Amerikë, se kur ke kënë ti ke linë në Amerikë. Kështu që po, të regoj për Amerikën, aty ku kena në sa vjetë u banë? 30 vjetë gati? Ja, 29 vjetë. Ja, 29 vjetë. Ja, gati 30. Gati 30. Edhe, unë më nëjë se kam kënë, baja ki të paktin mu këshëm duke, një ma moderne. Kash moderne ke kënë, se kur kena kënë Masi qitë sekretet, se më të po fillaj unë. Të njësë makinën, edhe më duke kam kënë të ngri me violen, o të lujtë Game Boy, më duke kena kënë kështë highway të Amerikës, një 90 km, 100 km në orë, edhe nuk isha të legju, ti ma ka pe Game Boy, a hele jashtë atë shku, e da nove makinën, ma ndaj a hele violës, se duhet mi majtë femnat pak ma mjedin, ma ndaj na shkume, edhe ojnë shkove jashtë, mi ka në rrugë, e puna mram, edhe mi kishtë ikë, dhe me thonë shumë moderne, edhe jem me ty, shumë moderne, Më falë, të shti, për deri sa ju nuk merë një vesht, për i gjysëoret, du me të pa ty, kur të bahesh me fëmijë, ta du me të pa, ta shoj, pa e la për një herë tjetër me diskutu. Oh, man. So, shkojmë të shti tek sporti, të dy kena kënë sportista. Ta tjetër. Si e shefti lidhjen e sportit me politiken Shqipni, edhe me rinin Shqipni? Qa është, do me thonë, si e ka vlerën sporti, ja veç tek me pa në për filma, me pa në për televizor, qa është rëndësia sportit për ty me politiken? Të shtetë të politikat e arsimit e të edukimit të rinis, unë besoj se sportit zën një vend shumë të rëndësishëm. Dhe me thonë, jo çdo gjë është vetëm me mësu, me pas mend, ti duhet me pas një trup shnosht e një mend të shnosht. E dhe me thonë, duhet gjanat mu kombinu me njëna tjetër. Njerëzit duhet me kanë të mirë formum në shumë drejtime, jo vetëm të mësimet, sepse atëherë nuk funksionon. Kështu që për me i dhanë mundësinë të gjithë fëmijëve me pas mundësi për mu marrë me sport. Edhe kjo s'do me thonë që të tanë do të banë sportista, por me e ditë se qa sporti, me e lujtë për një herë o një herë tjetër. Për shembull, ju kam që me ba edhe natë, keni ba edhe skating, por nuk jeni ba notar ose skate. Më thonë, jeni ba, keni zgjell vetë më lenen se që keni dash më ba. Por me i provu këtë gjana është gjë shumë pozitive. Do me thonë, njësoj si edhe artin që duhet me provu, njësoj që duhet me shkollën shkollë, njësoj si duhet me pas, a ke vure për shembull në Amerikë se si ekipet ku losin, vinë gjithë prind aty, edhe rinë, edhe prind, edhe fëmijët, edhe shkojnë në për shtëpiat e njëri tjetrit. Do me thonë, formohet ti jeton në komunitet, jo vetëm vetë, gerti, individi. Është interesante se e shaf për shembull kur e mendoj fëminin në Amerikë, ne kena kënë të shkëputun prej Shqipnijet. Do me thonë, s'kena pas njerëz që jena rrit bashkë me të dhe janë shqiptarë, ne kena kënë pak si jashtëm, si njerëz. Edhe sporti për mu gjithmonë ka kënë një mënyrë për mu fut në komunitet, pa kënë në komunitet. Ka kënë një mënyrë edhe për ju me kënë matë lilën, sepse pa sportin ne kishim kënë një isho vetë. Jo, ashtu është. Adin, edhe është, dhe më thonë interesante se thua onë... Shumë rëndësishme. Si, e me thonë, rinia në Shqipni nuk është futën sport një aqë se duhet, për shkakun se më duket mu. Pse thu është një mungesë kja në Shqipni tash?
Është një mungesë Gerti sepse duhet me u ba gjanat mirë qysh në fillim, dhe me thanë, duhet me pas kushtet njëherë, mi kryu kushtet këtyne fëmijëve ose rinis për mu marrë me sport, duhet me njoft meritokracin, jo për hatërt njënit e tjetrit, ti duhet mi trajtu të gjithë fëmijët, të gjithë sportistat njësoj. Dhe ata që janë matë mirë, pehen aty ku i takan. Edhe pastaj duhet edhe të ardhurët ekonomike. Adin, si në tanë botën, sportistat paguhen, ti edin. Edhe duhet me pas benefits, duhet me pas një lloj benefitit, kur ti, dhe më thanë, stërvitesh, lodhesh, vunë ka që shumë për mu ba një sportisti mirë, ti një farë benefiti duhet me pas, në shoqënia. Këto gjana duhet me shku në vendin e duhun, pa shku këto gjana në vendin e duhun, njerëzit nuk kanë interes këtu me ba tanat stërvitje, me ba me heka qkeq, edhe pastaj mos me marr as një gja për i kësaj punët që bajnë. Me tanë duhet me keni kombinim. No, taman, ke shumë drejt, ale normal prap thamë që unë e kam përvu vetë. Atë më rejtë. Si fëmija jote, jo shora keni rritë, ale jo shtë dhe me thonë, është se shefava për fëmijët e Shqipnisë. Eksakt. Dhe me thonë, si tanë... Dhe me thonë, kanë nevoj, kur ata punojnë në një drejtim, për me marrë benefitet, kja është krejt normale. Një për problemeve, matë maja që shefon Shqipni, edhe me qeverin shqiptar, është korupcioni, normal, që flitet tanë kohën, edhe dërmjet këtë korupcion është nuk besohet ma të njerëzit që merren me politiken. Si mundesh ti mu fut në këtë problem edhe me zgjidh njëherë si qeveria, por ma shumë si Valbona? Domethënë, si mundesh ti me kenë aja që fillen me shku një drejt besimit të qeverisë shqiptare? Qeveria sot do e mirë me kanë, po mos me kanë njerëzit e duhun, nuk mundet me ba kur gja. Sepse janë njerëzit ata që e bajnë me lëviz këtë mekanizëm. Edhe njerëzit duhet me kanë me e tregu, jo vetëm me fjalë, po me vepra. Do të thonë, jeta aty në ma përparshme, për shembull, deri një tashti, unë që du me hinë politik. Jeta jame deri tash është besimi që munden me pas njerëzit, sepse e din që ka ba Valbona deri tash, si ka arrit Valbona, që do që ka banë këtë jetë, sportin si e ka arrit, të shkolla si ka arrit, të gjithë e din, ata që kanë kënë, bashkëqytetarët e mi, mësueset e din, studentat e tjerë që kanë kënë me mu, më thonë që çdo not ka kënë marrë me merit plot, e çdo vend të sporti me merit plot. Edhe kur kina punu jashtë, gjana shumë vështira për me arrit me ba një jetë më të mirë. Atëherë ju keni shku në shkollat mira e kështu vazhdan. Dhe më thonë, çdo gjë e është arritur me shumë punë edhe me vujtje. Edhe kur kena ra, jena qu prapë. Edhe besoj që kja është mjaftueshëm për me pas besim që një njeri ka me vazhdu. Një që ka ba deri tashti, për 57 vjet, e mund ta bajnë prapë edhe për një 5 vjeçar tjetër. No, taman, edhe se kena kënë të folë, kur shku me të memoriali 2 prillit, edhe shkruaj këtë, si ma the, kush haran është bashkëfajtor. Tash, ma shpika pak ma thell që dhe me thane ja për ty edhe nër këtë muhabet, si lidhet kja. Gerti, familja jonë, qysh me gjyshin tem ma përpara, kanë kënë njerës që kanë shku në për shkolla, kanë kënë njerës të edukum, kanë kënë njerës që kanë punu fort, edhe kanë kënë njerës që kanë marrë pjesë të jeta sociale e qytetit. Qysh me gjyshin tem edhe ma përpara, kanë kënë pjesëtar në formimin e shoqënisë vllaznia, gjyshi jem ka kënë mësues, ka kënë kryetar komunet në Dardhë, në qëse të kujtohet që ta kanë përru. E gjitha këto njerëz kanë jetu edhe një jetë mirë. Për shembull, kanë shku në Itali, kanë shku në përvende në Turqi, kanë shku për shkolla, kanë shku edhe me kalu kohë mirë. Do të thonë kanë pas një jetë mirë, që kanë fitu me djersën e vet, me mundin e vet. Edhe gjitha këto, për një arsye ose për një tjetër, janë zhduk. Familja jonë është ba një familje me pas frikë se kush je. Ma ardhë një pa kanun edhe me të tanë vjen keq
që ti keke për asaj familje, është shumë ofenduese. Dhe këta gjana duhet më shku në vend, prandaj tham, në qoftë se i harrojmë, jena bashkëfajtor. Ne nuk duhet me harru krimet që kanë në vendin tonë. Ne duhet me i kujtu të pakten edhe mi vu pikat për mi i. Që më najnën, ti të e pa, se gjanat nuk harrojnë Gerti, me nëri edhe Gjermant, edhe me i dënojnë edhe sot, 80 vjeç i dënojnë. Të me thanë, drejtësia duhet me u ba drejtësi. Që më najnën me pa me ecë për para, se ndryshe nuk kena me kënë ma gjendje me ecë për para. 100%, edhe më thanë tanë kujtimet, edhe unë, për shembull, unë e veshje unë nazën e gjyshit, dhe më thanë tanë jetën, sepse kem jep mu, nuk më len me harru të në mësimet që mi kam mësu gjyshi, edhe duhet mi kenë nër dy anë, dhe më thanë mas me harru gjanat mira, por edhe mas mi harru këta gjanat që ka no horror për vendin shqiptar, për mas me no prapë. Eksakt. Se që se ne harrojmë, normalisht historia repeats itself, si thojmë në Amerikë. Edhe kja është diçka që duhet, a jam me ty duhet me akut. Kështu që gjyshjat, kur ka kenë koha që u hapen kufejt, të më thanë 91 në mrapa, ai e mori prapë edhe një herë e ndërtovi ballin kombëtar. E ndërtovi prej fillimit, edhe kur erdhi puna, balli kombëtar u shpërnda, sepse konkurenca ishte shumë e fortë dhe nuk e la me ecë përpara. Edhe gjyshja u tërhoq. E bani detyrën e tij qytetare, edhe u tërhoq, bani diçka tjetër, u mor me studime. Kështu që njerëzit duhet me ditë, edhe dikur mu tërheq. Me e ba pjesën e tyne, edhe më ndojnë nëse nuk ecë, njerëzit s'janë gati, se duhet me kenë koha, edhe vendi i duhun. Më thonë, duhet me kenë ma liberal në këtë drejtim. është fort me gjyshin, se të kenë i hekëm për asaj situatës, nuk i ka punu, pra pasioni që në ka fut neve si fmi, ka kenë, si me kenë aja shtu fut në politikë nesër. Sepse një shumë ka dasht Shqipnin. Edhe kja, do me thonë, është shumë e vlerëshme me kenë fmit, me kuptu sa rëndësi ka që i të bati, që kanë ba njërës për pare të jetë, edhe sa punat e një njëri. është puna si mësojmë tanë edhe energjia që jena të fut në këtë problem. Me bata ma në nërshim. Mas me metë si kena metë tash sa vite. So, do më thonë, kuptaj shumë. Dhe gjyshi besaj që është një këtë moment shumë krenar për ty, që ti jetu e vu mamin tamë në pozitë, ati i pëlqenjë këta gjana. Se liria është një ma e bukur që ka njëri jo. Edhe për te duhet me luftu. 100%. Në këtë jetë. No. Jam voten se e ke 100% prej mejet, normal. Kja është vota marë nësishme, më thënë drejten. Edhe, jo veç se ba ke fitu tash, ba ke fitu ta në jetën, të folër ta podcast se kena pas pa mikrofona, edhe tash jena fut, edhe e kena një që ka me dalë, por kena me vazhdu këta bisetat ma vonë, edhe këta kur nuk kanë me dhe këta ma vete, so.